dhe ovacione tek ta të fundit, të cilët u futën në fushë dhe nisën të godasin me mjetet forta futbollistët shqiptar. Ky episod me tension dhe përleshje shkaktoi ndërprerjen e takimit në mënyrë të menjëhershme nga gjyqtari kryesor Martin Atkinson. Ndërkohë lojtarët e kombëtares tonë hynë menjëherë në dhomat e zhveshjes për të pritur verdiktin e UEFA-s, por aty u pritën nga një sër sulmesh nga tifozët serb, të cilët kishin pushtuar fushën. Pak minuta më vonë teksa po diskutohej nëse do të vijonte ose jo ndeshja, UEFA dha vendimin për ta mbyllur përfundimisht këtë përballje kualifikuese për Europianin 2016. Pas këtij vendimi të UEFA-s, të gjithë i trembeshin momenti të largimit nga stadiumi të kombëtares shqiptare. Megjithatë, rreth orës 1 të mesnatës, të shoqëruar nga forcat e policisë, ekipi shqiptar la stadiumin dhe u nis për në aeroport. Rrugë kjo që nuk u shoqërua me asnjë incident, por nuk ishte vetëm episodi me flamurin ai që dëshmoi tendencën e serbëve, edhe përpara se të nis takimi, kur kombëtarja shqiptare po këndonte himnin, tifozeria serbe